Qarku i Lezhës është përballur me një situatë të vështirë nga zjarret gjatë 48 orëve të fundit. Sipas të dhënave zyrtare të mbrojtjes civile, janë regjistruar 20 vatra zjarri, nga të cilat 17 në bashkinë Lezhë, 2 në Kurbinë dhe 1 në Mirdit. Prefekti i qarkut Lezhë, Taulant Malshi, thotë se janë shkaktuar dëme të mëdha në sipërfaqe pyjore dhe në pemtari, ndërsa për 2 raste janë referuar materiale në prokurori, pasi dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme. Ka pas dëme të pakta materiale, dëmi i cili ka qenë kryesisht bimësi dhe sipërfaqe pyjore. Në 2 raste zjarri janë angazhuar edhe forcat zjarrfikseve të bashkive Vaudez dhe të bashkisë Mirdit, të cilat kanë ardhur në ndihmë të forcave zjarrfikseve të bashkisë Lezhë. Të gjitha rastet janë ndjekur edhe me strukturat e policisë shtetit dhe ka patur edhe konstatime dhe materiale të referuar në prokurori për 2 raste në ishull Lezhë. Prefekti Malshi ju drejton thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal, pasi temperaturat e larta rrisin rrezikun për zjarre. Apeli është që tregomi gjithnjë të kujdesshëm, shmangim ndjekjen e menturinave, të kemi kujdesshëm mos helljen e bishteve të cigareve në ambiente të thata, sepse edhe temperaturat e larta e favorizojnë dhe të bëjmë sa më shumë që të mbrojmë natyrën, mjedisin, jetën, se jo të jemi të kujdesshëm dhe mos cënojmë as mbarvajtjen e sezonit turistik që është kaq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik. Aktualisht në qarkun e Lezhës nuk ka asnjë vatër zjarri aktive, por strukturat e emergjencave vijojnë të jenë në gatishmëri.